Një top i vogël Boqa do të bartë për herë të parë edhe emrin e Kosovës në një garë ndërkombëtare. Pas disa vitësh zhvillimit të këtij sporti në vend, parasportisti nga Mitrovica, Sabri Çabra, do të jetë i pari që do ta përfaqësojë Kosovën në World Boqa Challenge Pilsen 2026, që do të mbahet në Republikën e Çekisë. Për të, kjo nuk është vetëm një garë, por një moment historik për një sport që ende është në hapat e parë në Kosovë. Çabra, kampioni i Kosovës në kategorinë BC2 për 3 edicione radhaze, ka nisur përgatitjet për debutimin historik, duke thënë se ndihet krenar që do të jetë sportisti i parë nga Kosova në një garë të këtij niveli. Si më të ndjen, jam krenar, se vim në histori, se kjo është e para herë. Dhe më thonë, këtë sport e para herë që përfaqësohet dikush zyrtarisht nga Kosova. Si përshkon e teoria e ushtrimeve? Pregatitjet e këna nisë dje. Po këto shkojnë, tash më varë, 3-4 ditë deri në sot të merhovin pak, të që shkojnë. Sa ditë për ditë ka pak me ushtru një orë e gjysë, e merë një farë shablonit që ka do të përbo. Jena kvalifiku si federat, dhe me thonë si reprezentacion. Për na unë jena individual, në kena ekipën, po kësi uve jena në kategorinë BC2, që është zakonisht paralizë cerebrale, se unë e qasijëm. Edhe në qatë mënyrë jena kvalifiku, dhe me thonë na nuk jena shku mu kvalifiku në gara për me shku në gara. Na vetëm kena lu kampionat të Kosovës, që kjo është i treti vit, po në vetë këna posë vesh kështu si pilot projekt, në kështu që shposhkën. Adhezi, po në vetë kategoritë e me më konë vend në parë, dytë vetë kategoritë e me apet vend në parë, edhe besoj që edhe si vjetë, që që vazhdanë. Po të qështë një këna njësë pregatitjeve dhe ndikune jena konë pregatitën, po këna pas pak një pauzë. Dash Kosovë këna pauzë dhe në shtator, se dhe në shtator nuk vazhdojnë kampionati. Do me thonë, na këna me shku 7 shtator. Ja, qëllimi s'ka është. Qëllimi është me përfaqësu Kosovën sa ma mirë. S'kom nëj qëllim ekstra. Se ka aty reprezentacionit që janë më të forta. Përfaqësus shumë më të forta, na jena dëvonshëm. Na jena dëvonshëm. Tjera vene ja ka nisë shumë më herët se na. Qysh me gjuhë topin, qëfar mënyre, ki mënyrë, që gjuhët, për shembull në altë, që gjuhët lob, kur duhet topi ma fort, kur duhet ma dopt. Ka shumë lojtarë që munën me lu këtë loj, po alo nuk kyqë se këta menojnë, se mu kyqë do të njerë mu pagu, e kështë të zbanë. Për shembull, të dosh njerë me promua, për të shkon në këtë sporta e dëna. Unë e thash, unë e jakëm nisë si për hajgore dhe më kamet kështu, si hobby. Jemi këtu në palesën sportive minatori në Mitrovic, ku parasportisti Sabri Çabra bashkë me trajnerin, 2 trajnerët faktikisht dhe pjesën tjetër të stafit po e zhvillojnë stërvitjet për të përgatitur për garat që do të mbahen në Pilsen në Republikën Çeke në shtator të këtij viti. Federata e Paravorsit Kosovës funksionon që 4 vite. Është kampionati i tretë i rregull që organizojmë. Ditë më parë kena përfunduar pjesën e parë, konkretisht në muajin qershor, pjesën e parë të kampionatit. Sabri Çabra është kampion në kategorinë BC2 edhe në vitin para prak, po edhe në këtë pjesë parë të kampionatit. Është dukshëm më i mirë në kategorinë e tij. Selektori Luan Çabra ka përzgjedhur që ta përfaqësojë Kosovën në kategorinë BC2. Si sport është mjaft i kushtueshëm për të marrë pjesë ky parasportist në turneun që do të bëhet atje bashkë me stafin përcjellës i afro diku 80.000 euro një turne. Ne ju bëjmë thirrje institucioneve dhe donatorëve që të na mbështesin që sa më shumë persona me aftësi të kufizuara që janë parasportistë të botës të marrin pjesë në gara ndërkombëtare. E kemi edhe mundësinë tjetër për në Olbia të Italisë që do të organizohet në tetor po të këtij viti. Shteti është të veçantë që dim që sporti është ambasadori më i mirë i një shteti, e aq më i veçantë
Aq më të veçantë kësaj radhe kjo përfaqësim e bën që personat me karrocë shkojnë për të përfaqësuar Kosovën në këto gara ndërkombëtare. Ky turne përpos që zhvillohet si turne dhe natyrisht hipen medaljet për vendet e para, është edhe kualifikues për kampionatin evropian që mbohet në vitin e ardhshëm, po ashtu është edhe kualifikues për lojrat paralimpike Los Angeles 2028, që shpresojmë, synojmë të arrijmë normat, edhe pse është një rrugë e vështirë, një rrugë e gjatë, por jo dhe e parritshme. Ky çellanxher, ky turnir që do të organizohet tash në Çeki, që ne do të jemi për herë parë në gara ndërkombëtare, është një test edhe për neve, me po se si zhvillohet, me po se sa kemi mërri me përgatit lojtarin tonë, se sa është në konkurencë në raport me shtetet tjera që kanë vite të tëra që zhvillojnë këtë sport. Megjithatë, ky test për neve na tregon rrugën përpara, punën që duhet bërë, objektivat që duhet ndjekur dhe natyrisht gjithherë ne do të punojmë në dy shtylla. Në njërin në forcimin e parasportistëve, në anën tjetër forcimin e përfitimit të sponsorëve që sa më shumë persona me aftësi të kufizuar parasportistë të përfaqësojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare në sportin e bocës, një sport i cili federata jonë vlen të theksohet që është e pranuar me të drejta të plota në organizatën botërore World Bocja që ka Selinë e Londër. Në këto gara ka qenë mund me marrë pjesë në 4 kategori, në BC1, BC2, BC3, BC4 dhe kemi mujtë me marrë pjesë edhe në çift edhe në ekipore. Në çift në kupton 2 lojtar minimalisht për një kategori, ekipore 3 lojtar. Por mungesë të mjete financiare, kostoja e lartë ne jemi kufizuar vetëm të një parasportist edhe që ta shohim se çka do të thotë për një herë pjesëmarrja në gara ndërkombëtare, rruga se çfarë kalojmë, sfidat që i kalojmë, besoj që turnet tjera kena me pas më të qartë dhe më të lehtë punën tonë.